Presidenti Amerikan Donald Trump I ka bërë disa ftesa publiku udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong-un për të takuar gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut. Ai tha se do të ishte shumë I lumtur të zhvillonte një takim të ri me Kim, duke kujtuar marrëdhëniet e mira që kanë pasur gjatë samiteve të mëparshme. Do të doja shumë të shija nëse ai dëshiron, nëse e merr këtë mesazh, unë do isha I gatshëm, deklaroi Trump. Zyrtarët në Seul konfirmuan se nuk ka përgatitje konkrete për një takim, ndërsa Korea e Veriut nuk ka dhënë ende një përgjigje. Si veri korean nga ana e tij muajin e kaluar kishte shprehur se do të ishte I hapur në një takim nëse Shtetet e Bashkuara heqin dorë nga kërkesat për denuklearizim. Personalisht, unë ende nuk kam kujtime të bukura të presidentit Trump, citoi të kishte thënë Kim në fjalimin për Agjencinë Qendrore Koreane të Lajmeve. Nëse SBA pranon bashkëtesën paqësore e heq dorë nga obsesioni për çarmatimin ton, nuk ka arsye të mos ulemi në bisedime. Trump dhe Kim kanë mbajtur dy samite historike në vitet 2018 dhe 2019 për negociatat për programin bërthamor të Penjanit. Trump dhe Kim kanë mbajtur dy samite historike në vitet 2018 dhe 2019 për negociatat për programin bërthamor të Penjanit të shtuan. Thimi I ftesës nga Trump shihet si një përpjekje për të ringjallur dialogun dhe për të zbutur tensionet në Gadishullin korean në një moment kur Veriu ka rifilluar testet e armëve me rrezë të gjatë veprimi.